Përshëndetje. Këto janë punët e Entelës. Po. Sa kohë është dashur asaj për të realizuar ato si fotografi? Entela ka kohë që merret me këtë pjesë, por nxitja kryesore ishte e familjes, që ajo të hithe dhe në telajo, dhe në foto, dhe me korniza, dhe t'i ekspozonte. Kështu që mund të them ka një 5 vjeçar, po ndërkohë që ka dalë, ka 2 vjetë, që kur filloi të merrte pjesë në festivalin e Vlorës që u bë për fotografi. Atëre, kryesisht çfarë fotosh bën? Më shumë ka natyrat e qeta. Udhëtimet që ne bëjmë zakonisht fundjavave, të gjitha qytetet e Shqipërisë janë pjesë të reliefit, janë pjesë të detit, janë pjesë të liqenit. Këto i pëlqen, dhe pse ka guxuar për shembull të marrë ndërtesa, të marrë kishat e këto, i merr thjesht se mund t'i duhen në një kohë të dytë, por pasionin dhe dëshirën atje ku ajo ka talentin, do vetëm peizazhin. Shoqata juaj si ndihmon ata që kanë një pasion të caktuar, si në rastin konkret Entela? Shoqata jon La Scalina Bubulina, që ka vite që është themeluar, ka si bazë artin dhe kulturën. Ndërkohë ne jemi gra që të gjitha kemi një profesion toni, por pasioni është fotografia, është muzika, është letërsia, është poezia, është qindistaria. Dhe jemi mbledhur, kemi goxha gra, qoftë të dala në pension që vazhdojnë punët e tyre, qoftë ato që janë në marrëdhënie, dhe ne ndihmojmë njëra tjetrën. Kemi bërë goxha ekspozita në Vlorë, ndërkohë kemi bërë edhe aktivitete të tjera, dhe Entela është pjesë e kësaj shoqërie, e kësaj shoqate, sepse jati e Entelës ka qenë oficer marine. Dhe si e tillë, ne e kemi vlerësuar Entelën duke na bërë ne fotot e saj. Por e pam që ajo ecte, kishte nga këto gjëra dhe i dham impuls goxha të mirë, që ajo sot i pret me kënaqësi këto. Dhe sot ajo është lumturuar nga gjitha ajo rezultat që mori nga ekspozita. Qoftë edhe gratë që ishin në festën e tyre, në ditën e tyre, në bukurinë e tyre, me ndihmën e drejtoreshës edhe të gocës që është kuratore, ne kemi marrë një disfaksion shumë të madh, sepse na u hapën dyert dhe gjetëm atë pikën e dobët që ne na mungonte në Vlorë. Sepse mund të duket sikur s'po bëjmë gjë, s'po themi gjë, s'po marrim gjë, po ndërkohë ne duhet të aktivizojmë njëra tjetrën, duhet të tregojmë vlerat që kemi patur që kemi dhe t'ja japim brezit të ri, dhe pse mos të promovojmë vajzat të qytetit që kanë një profesion, që janë në punë shteti, por dhe duan të bëjnë diçka tjetër të bukur. Një prej tyre është Entela. Kushdo që t'jetë dhe kushdo që të kërkojnë ndihmën tonë, ne jemi pa kufi për ta ndihmuar. Më të që se jemi në prag të 8 marsit, cili është mesazhi për gratë dhe vajzat? Që gratë të jenë të forta, të jenë vetvetja, të kërkojnë çdo ditë nga vetja, pa pyetur moshën, dhe të japin atë më të mirën që kanë. Mos të thonë kur boll, gjithmonë përpara.